Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, se ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt është e pazakont, një histori që është e pazakont, por një letër që unë e di që juve do t'ju fus në një siklet, por unë dua të dëgjoj komentin tuaj. Bëhet fjalë për një grua e cila është e martuar, ka fëmijë, por e tradhëton burrin e saj dhe pretendon që në këtë tradhti ajo është e dashuruar. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një grua rreth të 40-ave nga Tirana. Jam martuar vite më parë me dashuri. U dashurova që në shkollën e mesme, vazhduam studimet bashk, e dashuroja burrin pafund dhe nga ajo dashuri na erdhën 2 frutat më të bukur që i kemi, djalin edhe vajzën që e dua pafund. Burri im ishte njeri i jashtëzakonshëm dhe vazhdon akoma të jetë. Njeri punëtor, fillimisht punonte një punë, ishte i rregullt në shtëpi, linte punën në orën 5 dhe merreshte me mua. Mua në fakt nuk më pëlqente të jetoj me vjerën, jo se jam koklart, por ashtu jam edukuar nga prindërit. Prindërit që e vogël më kanë bërë dhomën time personale dhe kam patur dhomën time personale, gjërat e mia personale dhe nuk jam marrë shumë me pleq, si me thënë. Edhe i thash burrit që ne do të ndahemi me se s'bën. Do të marrësh kreditin, do të blejmë banesën dhe ne do fillojmë të ndërtojmë jetën tonë, kujtimet tona, ëndrat tona. Dhe burri ashtu bëri, se nuk kishte çare tjetër. E morëm banesën, nuk jam grindur me vjerën time, sepse ndoshta mund të filloni të flisni, por thjesht i thash, unë nuk kam mbajtur prindërit e mi, unë jam një grua që kujdesem për veten, kujdesem për jetën dhe kështu që do vazhdoj të kem jetën time. Dhe kjo gjëja i bëri që pleqërit të vendosin për po. Ne u ndam, ka ardhur vjera, ka pirë kafen, ka shkuar në shtëpinë e vet, nuk është se kemi patur ndonjë raport. Pasi u ndam, në jetë erdhën fëmijët. Burri im ka qenë i lumtur me mua. I linda të 2 fëmijët dhe burri filloi të punon 2 punë sepse shpenzimet, harxhimet filluan që të shtohen. Duhej të paguar krediti, duhej të paguar kësti, hyrimës e gjithçka tjetër që në fakt e karakterizon një shtëpi. Por ajo që mua më filloi të më shqetëson ishte ora e punës së tij pafund. Ai nuk vinte në shtëpi me orarin që doja unë, në shtrat filloi që të bëhet shumë i dobët, më shumë flinte sepse thonte jam lodhur, nuk më blente më dhurata, nuk më blente më taka, një makinë e kam lutur 1 vit që të ma blen, dhe mua filloi që të më ftohet shpirtërisht, do me thënë, unë jam mësuar që tek babi të më plotëson të gjitha dëshirat, dhe filloi që të më ftohet, nuk e përballoja dot burrin më. Dhe rastësisht te komshia përballë vinte vllau i saj nga Gjermania. Unë e kisha takuar atë 2 vite me radhë gjatë verës, por ishte një djalë i bukur, një djalë tërheqës, një djalë që voziste një super Benz me para plot. Dhe një ditë rastësisht unë duke e pastruar oborin, i thash si ju duket kjo ndërtesë? Thash ndërtesë shumë e bukur, tha po ti tha ç'ne këtu? Unë i thash jam një vajzë e martuar në këtë ndërtesë, por fillova që t'i qahem. Ai më tha po pse rim, tha ne tha këtu jashtë, hajde për një kafe. Fillimisht kisha frikën ta bëja, do me thënë fillimi ishte pak i tmerrshëm, por vendosa, thash hajde shkoj fundja fundi një kafe nuk është gjë. Shkuam te kafeja Lagjes, pim kafe,
më dha një respekt, një energji, një pozitivitet që në të vërtet nuk e dija. Nuk e dija se bëhet kjo gjë, nuk e dija se ndodh kjo gjë. I thash vetes time, o Zot, si është e mundur që ky njeri të falën kaq dashuri. Shkova në banesa të ditë, s'kisha bërë drekën, fëmijët do vinin nga shkolla. Fillova të bëja drekët me një herë dhe ai më shkruan mesazh se ja dhash edhe numrin. Je shumë e ëmbël, më fale, shumë energji të mirë. Thash me veten, çfarë po ndodh? Si mund të bëhet kjo gjë? Gjithsesi koha kalonte shumë shpejt. Edhe ne takoheshim shpesh. Dhe kur fillonim që takoheshim, ai më puthte, më përqafonte derisa më një natë unë e bëra gënjeshtërën më të madhe edhe nda momentin më të bukur. Atë natë nuk e haroj dot kurrë. Ai nuk ishte burr, ai kalonte përtej burrit. Më ka bërë që unë të ndjem femra më e bekuar në botë. Më ka bërë që unë të ndjem femra më e lumtur në botë. Dhe sot po bëjmë 2 vite që jemi bashkë, me burrin tim s'kam fare kontakt, edhe ai nuk kërkon, jetojmë aty me buzëqeshje, me familjen e tij jam ftohur krejt vjerën se du fare, s'dua fare ta shoh me sy. Merrem vetëm me të dashurin tim, shkruaj vetëm me të, ndaj momente të bukura vetëm me të, dhe jam femra më e bekuar në botë. Dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë histori dhe çfarë mendoni ju për këtë histori? Unë e di që do të më gjikoni, por unë e dua shumë atë. Ai tani është këtu në Shqipëri, ka ardhur me pushime. Mundohem që tërë kohën t'ia kushtoj atij. Shkojmë në për hotele, ishim 4 ditë në Durrës në pushim, tani do ikim në Vlorë. Familja ime e din që unë ikim me shoqe, por ai është njeriu më i bukur në botë dhe dashuria më e çmuar që unë kam në jetë. Më ka kthyer në rinin time, më ka kthyer në adoleshencë dhe unë vërtet ndjem një grua adoleshente. Dua të marr mendimin tuaj, çfarë të bëj? Të vazhdoj me këtë njeri të iki dhe nesër fëmijët do ta kuptojnë që unë vërtet kam qenë e dashuruar dhe unë vërtet e kam jetuar këtë dashuri, apo të qëndroj me këtë burr edhe në një farë mënyre të vuaj pafund, sepse ky po mundohet që çdo ditë të më shkatron, po mundohet që çdo ditë të më dhuron energji negative që unë realisht nuk e dua dhe nuk dua që ta përballoj. Dua që të marr mendimin tuaj për këtë histori dashurie që vërtet më dhuron emocionet më fantastike dhe emocionet më të bukura. Më shkruani në koment. Kjo është letra e kësaj gruaje. Shkruani në koment mendimin tuaj për këtë ngjarje, një mendim që unë e di që ndoshta mund ta keni shumë të rëndë.